Vetëm thënë, ja, do të me vazhdu hala, me gjithë një djallë, nuk banë. Aha. Mirëmëngjes nga Ferizaj. O, Feriza, mirëmëngjesi, po si je moj bashkëvendasja ime? Shumë mirë, faleminderit jo. Mirë, faleminderit. Ju si jeni, si kaloni? Mirë, shumë. Me disponim? Me disponim dihet. Të gjithë kretë. Kosova, diaspora kretë. Kosova fitoi. Po. A mujtë me pa lojën? Po, e kena përcjell deri në fund. Shumë bukur, Shumë shumë bukur. mirë kam. E në gëzu. Mirë. Dishta më lidhë për temën. Pa tjetër. Disa kanë ndryshu, për disa jo. Unë e shoh se në familje tonë si ka burë, si ka baba, haloj kanë ato tradita, du të me pas një djallë. A mosh, jo, të rritë, jo, po këtë djetë gjithmonë, edhe pse të rritë nuk dojë, vetëm thënë, ja, do të me vazhdu hala, me gjithë një djallë, nuk banë. Aha. Tash i kena pas kështu një rast, që edhe, ja, Po? se ki pa tjetër du me pasë një djallë. Edhe? Shumë mirë që atë rritë kanë ndryshu, po këtë vjetrit halua kanë pak. E kanë hala, sidomos kur dojnë me bo pyetje se më ju përzini qiftit, po e rëndësishme është që me ndru pak ky mentaliteti, po besoj. Ja, është mirë, duhet më ndru. Unë e veti kam pas vajza një djallë, edhe jam shumë e lumtur që kam vajzat. O, sa Edhe mirë. djallin kuptohet, edhe... I paqmi të gjatë. Kisha pas dëshirë, faleminderit. Faleminderit shumë. Kisha pas dëshirë me pas du gjinit, po tash, dikush ka veç djemë, dikush veç vajza. Po me rasi më kanë shëndetshëm. E vërtet. Uroj që gjithmonë, gjithë se cili me pas parasysh këtë pjesë që si djallë, si vajzë, rëndësishme është që me qenë fëmia i shëndetshëm, pastaj pjesa tjetër mbetet. Faleminderit shumë e dashur, kënaqësi që të pata. Faleminderit, ditën e mirë, kalofshi mirë. Ditën e mirë, ditën mbar, faleminderit shumë për telefonatën që vetë se patëm. Tung, ciao.